Edhe pak javë kanë mbetur që Big Brother VIP Albania të shkojë drejt gjysmëfinales dhe numri i banorëve vazhdon të paksohet me çdo episod. Nelin, programi ka qenë një ngjarje spektakolare për javë me radhë, duke tërhequr vëmendjen e publikut në Shqipëri dhe Kosovë. Për rreth 150 ditë, banorët e izoluar kanë ndarë momente emocionuese, sfida dhe konflikte që kanë mbajtur shikuesit të angazhuar. Njëri nga banorët e preferuar është Gjest, i cili ka arritur të rrëmbej zemrat e mira shikuesve për shkak të personalitetit të tij të veçantë dhe dinamizmit që sjell në shtëpinë e Big Brother. Nelin, një nga ata që ka treguar mbështetje të fortë për Gjestin është Granit Xhaka, një emër i njohur në botën e sportit. Mes fushori i kombëtares shqiptare dhe ylli i futbollit në Premier League, Xhaka nuk ka kursyer fjalët e tij të mira, duke e quajtur Gjestin një kampion në një postim të tij të fundit. Kjo mbështetje vjen në një moment kritik të garës, ndërsa Gjest përpiqet të sigurojë një vend në gjysmëfinale. Nelin, reagimi i Xhakës ka reflektuar emocionet e fansave, të cilët gjithashtu e shohin Gjestin si një dëshmitar të spikatur në këtë edicion të Big Brother. Ai ka arritur të krijojë lidhje me shikuesit përmes personalitetit të tij të sinqertë dhe shpirtit të tij konkurrues. Këngëtari ka dëshmuar se është më shumë se një banor, duke përfshirë të gjithë në emocionet dhe historitë e tij. Mbështetje të tilla nga figura publike si Granit Xhaka është e rëndësishme, pasi tregon se ndikimi i Big Brother shkon përtej ekranit. Emra të njohur nga fusha të ndryshme, përfshirë atletikën, po e ndjekin me interes këtë show, duke i dhënë një tjetër dimension këtij formati televiziv. Këto lidhje krijojnë një atmosferë kolektive mbështetjeje, që i jep fuqi Gjestit dhe tjerëve. Nelin, një nga aspektet më interesante të këtij edicioni të Big Brother është se si banorët përballen me sfidat e përditshme dhe si ndërveprojnë me njëri tjetrin në një ambient të izoluar. Gjest, përveç mbështetjes nga fansat, duhet të tregojë aftësi për të menaxhuar situatat komplekse brenda shtëpisë, duke u bërë një figurë inspiruese për të rinj. Nelin, interesante është gjithashtu se si Gjest ashtu edhe Granit Xhaka ndajnë një angazhim për të rinj dhe shoqërinë. Të dy kanë përdorur platformat e tyre për të promovuar vlera të rëndësishme dhe për të motivuar brezin e ri, duke i inkurajuar ata të ndjekin ëndrat e tyre pa u ndalur. Me gjysmëfinalet që afrohen, tensioni rritet dhe të gjitha syt janë nga Gjest dhe performancat e tij. A do të arrijë ai të mbajë ritmin dhe të fitojë zemrat e publikut një herë tjetër? Mbështetje si ajo e Xhakës mund ta ndihmojnë atë në këtë udhëtim të rëndësishëm drejt fitores. Nelin, ndërkohë, fansat presin me padurim zhvillimet e reja dhe reagimet e pjesëmarrësve, duke shpresuar që Big Brother VIP Albania të vazhdojë të ofrojë emocione dhe risi deri në fund. Gjest tani ka përgjegjësinë të përfaqësojë dhe të sjellë frymën e rivalitetit dhe bashkëpunimit përmes këtij formati që ka bërë bujë mbarkombëtar. Nelin, në përfundim, Granit Xhaka ka shprehur besimin e tij në Gjest, duke e kthyer atë në një figurë kyçe të këtij edicioni të Big Brother. Ne të gjithë presim me padurim se si do të zhvillohet historia e tij në këtë aventurë të paprecedent televiziv.